Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit një drekë shumë të sheshme me qiqra, për ndryshe kesh epsen që janë në Gjermani, pra janë të zira, hazër. Përbërë që na nevojitin mas por janë 500 gram pra qiqra, u aftoft të këne me shi, shkon pra kjo gjellë shumë e sheshme. 500 gram e qiqra, 2 qepi kemi gri, një domote kemi qiru kemi gri, melmesat, një lupë të gjellës me biber të kuq, një lupë të qajt me biber të zi, vaj, një lupë të gjellës me salcë të specave, nëse s'keni salcë të domotave. Në anën tjetër e kom zi mishin me parë, pra 500 gram mish të viqit copa. E kom zi me ujë, me një lupë të mesme veget edhe një lupë të qajt krip. Mishi është hazër, tash ti derisa të përgatitim edhe me jamën anash, i marrim bismillah edhe qiqrat i qesim, pra tek mishi, sepse janë të zira, nuk ka nevojë me u zi pra shumë. Një drekë fantastike. Në anën tjetër e lëshojna edhe shpëretin, hedhim vaj, e lojna me nxehje pra vajin tek digoni. Pasi që është nxehur vaji, hedhim qip. Marrim domaten e qiruar. Këtë gjellë me qiqra e shoqërojna me orez, të ndryshe filat që bëhet shumë e sheshme. Mundër edhe pa pilat, por unë ashtu se vaj. Ka vëditë një qepa me tomatën. Tash morëm salcën e specave. E marrëm milën, një lupë të gjellës plot, me mesat, edhe kërzina. Tash e ullim temperaturën e shpëretit prej 9 ndësh. Edhe duke marrë ujin, ku jashtë zi ka mishi lopës ose viqit, qohet e përgane, e qepim. E kom përgatit edhe me jamën, pra kështu duket mirë në tashti, e marrim me jamën edhe e kthejna këtë lungu i mishit me mishin edhe qiqrat. Bismillah. E përzina mirë edhe lojna normal që t'i merr një 4-5 vaj me temperaturë të ullt. Edhe dreka është gati, pilafi me orez, e kom postu recetën s'di sa herë te kanali im YouTube, është gati. Mundën e përgatit edhe një salat anash, kështu që neve në beft mirë dreka e juve po ashtu motra të dashura, nëse e përgatitni një drekë super e shishme, ta shkoha e ftoft ka morë bashkë sikurse në vjesht tek ne poe, te ju nuk di. Edhe pse edhe në Kosovë po ashtu po thojnë, normal këtë kohë ka qenë verë gati, koha tash ka ndryshu. Ju knoq nga shija që ja vlen ta provoni. Neve na beft mirë e juve, po ashtu nëse provoni. Pra, faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pofshim.